mjekimi i vetëm i suksesshëm dhe i qëndrueshëm për gjitha llojet e puçave do të harihet nga vetë trupi jon, nga brenda jashtë, siç kanë thënë gjithmonë, dhe jo nga jashtë brenda me anë të kremrave. Të gjithë e dimë se puçat janë një gjendje që e bën çdo të ndihet i kufizuar në marrëdhëniet me të tjerët, në jetën shoqërore, dhe është shumë i shtrenjtë edhe kujdesi për të përmirësuar disi këtë pamje. Por njëkohësisht ato do na tregojnë neve sepse kemi një situatë ku hormonet kanë dalë jashtë ekuilibrit normal dhe se trupi po përjeton probleme të sindromit metabolik, sidomos me inflamacionin dhe me rezistencën ndaj insulinës. Këto puça quhen, nga ana mjekësore quhen akne vulgaris. Është një inflamacion kronik i lëkurës që karakterizohet nga një sër problemesh ku më kryesorët janë bllokimi i poreve të lëkurës, pulla ose pika të vogla të bardha ose të zeza, gabimisht quhen edhe krimba, puça të kuqe ose edhe të dhimbshme, si dhe kiste ose fryre të vogla sipërfaqësore ose të thella me ujë ose edhe me qelp. Zona më e prekur është fytyra, pastaj gjoksi dhe kurizi, pjesa sirë me kurizit, sepse këto pjesë kanë më shumë gjëndra vajore që quhen sebacus ose sebu, gjitha sebu. Mbi 85% e të rinjve nga mosha 12 deri në 24 vjeç do shfaqin pak ose shumë probleme me puçat dhe këto probleme lidhen sigurisht me pubertetin dhe ndryshimet e mëdha hormonale që ndodhin në atë moshë. Pas kësaj moshe, meshkujt do shfaqin më radhë probleme të tilla në lëkurë, ndërsa femrat do kenë më shumë, sepse ato kanë atë grafikun e ndryshimeve hormonale mujore, sidomos me estrogenin dhe me progesteronin, hormonet femërore. Zakonisht ngacmimi i këtyre puçave do të japi infektim, qelp, dhimbje dhe disa herë do shkaktojë efekt psikologjik. Shumë e rëndësishme për të ditur efektin psikologjik që kanë këta të rinj, sidomos, edhe nga ana mjekësore, po edhe nga ana psikologjike. Përshëndetje miq, unë jam Bali dhe kjo video do i dedikohet atyre problemeve të shpeshta të lëkurës, sidomos në adoleshencë, por edhe në moshat e tjera, për të ndihmuar juve si të rifitoni besimin tuaj dhe lëkurën tuaj të dikurshme. Lëkura është organi më i madh i trupit tonë dhe kontakti ynë kryesor me natyrën. Kujdesi ndaj saj duhet të jetë i përditshëm dhe gjatë gjithë jetës, dhe jo me kremra nga jashtë, po me dije dhe me njohuri. Kush janë ato hormonit që shkaktojnë puçat dhe cila është rruga më e lehtë dhe falas më e shëndetshme se si të shërojmë prej tyre në vetëm 3 muaj. Aq sa është koha që lëkura jonë rrezentsohet vetvetiu. Për këtë do flasim videon e sotme. Janë 4 arsyet ose origjina të fillimit të këtyre puçave sipas mjekësisë moderne ose mjekësisë konvencionale që njohim sot, të cilat janë të sakta si përcaktime, por nuk janë të plota sepse nuk shpjegojnë shkakun pse shkaktohen. E para, mjekësia thotë që puçat janë shtimi i prodhimit të vajit nga gjëndrat vajore, sebum. Në vlera normale ky prodhim është i nevojshëm, sepse na mbron neve, mbron shëndetin e lëkurës sonë. Por kur ky vaj që prodhohet shtohet shumë, ai do të bllokojë poret e lëkurës dhe nuk do kemi më dalje të vajit, po ngecje të tij dhe rritje të tij brenda lëkurës. E dyta, ai quhet hiperkeratinizimi. Qelizat ndrohen shumë shpesh, qelizat e lëkurës kanë një aktivitet jashtëzakonisht shumë të madh dhe ato të vdekurat bien. Mirë po kur kemi hiperkeratinizim, qelizat e vdekura në vend që të shkëputen dhe të bien, ato do të ngjiten me njëra tjetrën, do të ngjeshen në poret ose në folikujt, duke krijuar puça të infektuara. E treta është prania e një sasie të madhe bakteriesh. Bakteret jetojnë në lëkurën tonë gjatë gjithë jetës, s'kemi çu bëjmë atyre. Po sidomos një bakteri e caktuar është Cutibacterium acnes, i cili gjendet në mënyrë normale ke poret dhe nuk krijon dëme, pra aq kosa ne kemi pore të hapura me aerosi, oksigjeni hyn dhe del, oksigjeni pengon shtimin e tyre. Por siç thash, kur poret bllokohen nëpërmjet vajit ose hiperkeratinizimit, atëherë ato krijojnë kushte anaerobe, pra pa oksigjen, ato do shumohen, do të krijojnë inflamacion, stimulim të sistemit tonë dhe reagim të sistemit tonë imunitar. E katërta dhe e fundit janë vetë inflamacioni,
diku në trup do të ulë gatishmërinë, vigjilencën ose mbrojtësinë e sistemit tonë imunitar, qelizave tona mbrojtëse, të cilat ose nuk do reagojnë, ose do mbi reagojnë gabimisht dhe jo si duhet, duke krijuar ato probleme në fushë, duke dhënë një super show, shfaqje të madhe dhe në fjalë pa shumë arsye. Si që thash, ky lloj klasifikimi i pushave mjekësisë tradicionale do të reflektohet në mjekimin me ilaçe, si gjithmonë. Mjekësia tradicionale thotë çfarë problemi ke na këtë ilaç. Nuk është çfarë problemi ke dhe si filloi problemi, por na dhe këtë ilaç. Kush janë ilaçet që jepen? Janë antibiotikët, që dëmtojnë gjithë florën edhe të zorëve tona, retinoidit, sidomos izoretinoid, që është i shtrenjtë goxha. Janë trajtime me benzoyl peroksid. Këto vrasin bakteriet, shkrin dhe heqin yndyrën në lëkurë. Përdoret dhe acidi salicilik si eksfoliat, për fjalë i cili heq qelizat e vjetra dhe zhbllokon poret. Është edhe adapaleni ose diferin retinoidi dhe gjithashtu rekomandohet larja e shpeshtë e fytyrës me sapuna, lloj sapunash të çuditshme. Ajo që mjekësisë, siç kam thënë, nuk e intereson të shpjegoj është se ky problem i madh edhe psikologjik, po edhe mjekësor, ka si rënjë pjesën metabolike dhe rritjen e insulinës në gjak. Pra, si që thash, në këtë moshë, zakonisht edhe ke shtatsanët, po edhe në këtë moshë, është ushqimi me karbohidrate do të rrisë glukozën, do të rrisë sheqerin në gjak. Kjo do të sjell alarm në trupin ton, pankreasi, sistemi nervor do urdhëroj pankreasin të lësoj sa më shpejt insulin, dhe insulina do ta marrë këtë sheqer, se konsiderohet është helm për gjakun sheqeri, dhe do ta marrë, do ta shpërndaj sa më shpejt në trup tafusi ku të mundet. Sepse si që thash, sheqeri në vlerat larta mund të shkaktojë vdekje, në kom diabetike. Dy pjesët ku sheqeri hyn më shumë ose përdoret ose zbrazet nga gjaku janë muskujt, që janë 40% e trupit tonë, dhe djami. Djami është 20%, 30% e trupit tonë varësisht sa të shtosh jemi. Në lëkura jonë, me fjalë, kudo e djami, kudo me fjalë, po sidomos në lëkurë, në pjesën aty ku fillojnë krijojnë edhe puçrat. Insulina çfarë bën? Insulina stimulon prodhimin e vajit, ka detyrë rritëse, shtim tërkohës. Siç kam thënë gjithmonë, insulina detyra e saj është të rrisë, të smadhojë, të shtojë. Pra ajo shton gjithçka, edhe në këtë rast shton vajin nga këto gjëra sebu. Duke rritur vaj, do bllokoj poret, siç thash. Insulina e lartë do shtoj prodhimin e androgjenëve ose hormoneve mashkullore, sidomos testosteronin, tek të dy gjinit, jo vetëm ke meshkujt, por edhe ke femrat. Ke femrat diçka më pak, po pra do ketë rritje të testosteronit. Dhe testosteroni si hormon ka si detyrë po ashtu të rrisë, të zmadhoj. Pra ke meshkuj zmadhon muskujt, po në rastin konkret, në rastin tonë, në këtë moshë, ai do të, përveç aty muskujve, do të shtojë ose do të rrisë edhe këto gjëndrat sebake, sebu, ose gjëndrat e yndyrës, të cilat do edhe prodhojnë, po edhe do biprodhojnë edhe do shkrirojnë më tepër. Gjithashtu, insulina e lartë në gjak do ndikojë në uljen e vigjilencës ose saktësinë e sistemit ton imunitar, duke shkaktuar ose reagim të vogël ose reagim shumë të madh, siç e thash më sipër, dhe këto qeliza do të shkrirojnë citokina, që është prap inflamacion, skuqje, dhimbje, atë ndjenjen e tërkohës që duhet ta kruash. Ajo është pikërisht inflamacioni, është ai citokinat që na japin ne dëshirën që të kruajmë puçat ose vendin ku na ha. Gjithashtu, insulina e lartë do stimuloj hiperkeratinizimin. Siç thash, keratinocidët ose qelizat që cilat duhet të shkëputen, janë shtesë të sipërt të lëkurës, duhet të shkëputen dhe të ikin me fjalë. Edhe kur kanë atë ciklin e tyre normal 90 ditor. Por kur kemi insulinë të lartë, insulina, si thash, shton, rrit, zmadhon, përshpejton këtë ciklin. Pra nuk kemi më një cikël 90 ditë ose 3 muaj që lëkura janë të ndrohet, po ky cikël shkurtohet, shkon në 6-7 ditë dhe gjithë ato pjesët që dalin nuk janë të maturuara ose të pjekura totalisht. Dhe kjo është shtesa e fundit që duhet të dali, nuk është se është shkëputur ose e pjekur totalisht që të bie normale, po është gjysë gjallë, gjysë e vdekur, se me thënë, dhe gjiten me njëra tjetrën dhe bllokojnë pikërisht këto pore. Adoleshenca dhe puberteti, ose puberteti në fjalë, së bashku bashkë me shtatzanin, janë të vetmet periudat të jetës son ku
kemi rezistencë ndaj insulinës në mënyrë fiziologjike. Pra, rezistenca ndaj insulinës është e dëmshme, por në këtë moshë edhe në shtatzaniet me fjalë, ajo është në mënyrë fiziologjike. Pra ndodh pikërisht në mënyrë që t'i lejoj mundësi trupit që të rritet. Është gjenetike me fjalë, s'kemi që bëjmë, në mënyrë që të rritet bebi brenda nënës dhe në mënyrë që të rinë me fjalë shtojnë masë, shtojnë trup, gjatësi e të tjera. Pra, si që thash, kjo është e vetëja periudha jetës ku rezistenca e insulinës nuk është e dëmshme. Veprimi kryesor nga rritja e insulinës, si që thash, vjen prej testosteronit dhe një hormoni që quhet insulin-like growth factor. Është një hormon i cili lëshohet dhe stimulon gjëndat mbiveshkore dhe të ovaret që të prodhojnë më shumë testosteron, të prodhojnë më shumë androgjene. Testosteroni vetë vepron në disa mënyra, siç e thash. Vetë ai ka synim të rrisë, të zmadhoj, dhe ai zmadhon ose rrit prodhimin e yndyrës nga gjëndat e lëkurës, duke dhënë bllokim të poreve. Edhe rriten edhe bakterieve brenda tyre, sepse duke u bllokuar porit, ato bakteriet anaerobe do shtohen, do gjejnë kushtet normale, me fjalë për të shtuar. Gjithashtu testosteroni shton numrin e qelizave dhe edhe rrjedhimisht do shtojë edhe numrin e qelizave të vdekura, duke trashur lëkurën, pjesën e jashtme të lëkurës, të cilat prap duke u shtuar, duke u ngjeshur me njëra tjetrën, çfarë do bëjnë, do bllokojnë këto pore. Pra nëse pori është i hapur kështu, duke u rritur, duke u zmadhuar qelizat dhe tepërqar këtyre, do ta ngjeshë atë por, dhe ai pori do bllokohet. Kjo është një nga arsyet kryesore. E treta, insulina do nxit mëlçin, të prodhojë më shumë insulin-like growth factor 1 që ka mision vetëm rritjen ose zmadhimin ose shtimin, madje ky hormon IGF-ja me fjalë matet për kancerin, me fjalë. Pse? Se në kancerin ne kemi rritje. Edhe kanceri zakonisht prodhon jashtëzakonisht shumë nga ky hormon për të shtuar, për të shumuar të kohës. Pas që thash, ky hormon do të rrisë qelizat e lëkurës nga ana tjetër dhe do rrisë edhe gjëndrat yndyrore. Me kimi që jep rezultat në rastet e rënda, me fjalë, sa për djeni, sidomos meshkujt që kanë jashtëzakonisht shumë, kur kanë shumë të mbushur fytyrë me pusha, jep edhe metformina. Metformina vepron edhe njësoj edhe pak a shumë si izoretinoidi, zakonisht izoretinoidi jepet në këto raste, por shumë i shtrenjtë, po metformina ka një goxha efekte zakonisht shumë të mirë. Metformina gjithashtu ndihmon edhe femrat në ovarin policistik, tek qimet, nëse femrat kanë hirsutizëm ose qime në fytyrë. Janë 2 vite që ju kam shpjeguar hollësisht mbi infertilitetin tek meshkujt dhe ke femrat në mënyrë të detajuar gjithçka, mund të shikoni në videot paraardhshme. Në studimet që janë bërë në Amerikë në vitin 2007, në Portugali në vitin 2024, para 2 vitesh, tek adoleshentët, treguan se vetëm duke ulur karbohidrate, duke ulur sheqerin nga dieta, edhe pse jo shumë, sepse nuk i urdhëron të rinë në atë moshë, të dëgjojnë, po më aq sa mundën, edhe një ulje relative ose pakët e karbohidrateve nga dieta e përditshme, ndikuan menjëherë në uljen e sasisë ose numrit të këtyre pushave. Ndërsa ke një studim i bërë në Amerikë tek femrat në moshën 18-30 vjeçare me gjendje të rëndë të pushave, tregoj sepse kur ato kthyen dietën në dietë me shumë pak karbohidrate ose dietë keto, ato patën përmirësim të dukshëm, të njohur ose të vërtetuar me fjalë të numrit të këtyre pushave vetëm duke e lidhur me sheqerin ose me insulinën në gjak. Pra, arsyeja kryesore është e minjora insulina e lartë. Pra, kur ne do ulim marrjen e karbohidrateve, do mbajmë të ulur insulinën. Sa më pak insulin, aq më pak inflamacion, më pak rritje të qelizave ose hiperkeratinizim. Do kemi zvogëlim dhe zmadhim të qelizave dhe të gjëndrave vajore. Kjo do të sjell lirimin e poreve dhe aerosit të lëkurës, oksigjeni do i brenda, duke mos lejuar këto bakterie të shumojnë edhe të infektohen. Gjithashtu, ulja e insulinës do lejoj lëkurën të krijojë, të ndjek atë ciklin e vet riprodhues, siç e thash, prej 90 ditësh. Dhe
jo me insulinë të lartë ky numër do ulet më shumë. Krijimi i puçave tregon se trupi jon ka një problem metabolik, edhe zgjidhja do jetë shumë e lehtë dhe falas gjithmonë, po ashtu në mënyrë metabolike. Për ta konfirmuar dhe nëse keni mundësi, ju mund të bëni një analizë gjaku dhe të kontrolloni sasinë edhe të sheqerit edhe të insulinës tek ta fëmijë, me fjalë meshkuj edhe femra. Sidomos insulina do jetë detyrimisht e lartë. Ulja e insulinës do rregullojë gjithashtu balancën mes hormoneve femërore dhe mashkullore, duke përmirësuar përfundimisht këtë problem për të gjithë jetën. Mos bllokoni lëkurën me kremra ose me trajtime të ndryshme po që bllokojnë aerosin e lëkurës, dhe filloni trajtimin metabolik sepse stimuloni rritjen në mënyrë që të mos stimuloni rritjen dhe shumimin e bakterëve atyre. Mirë miq, kjo ishte video për të javë. Ndajeni këtë njohuri me këdo që ju doni të ndihmoni dhe kanë probleme me puçrat, sepse efektet e dëmshme psikologjike dhe mjekësore nuk kanë arsye të vazhdojnë, me fjalë kur dim shkakun dhe dim zgjidhjen kaq lehtësisht. Ju uroj të keni të gjithë një ditë të mbarë dhe shihemi në episodin e ardhshëm. Mirupafshim.